Kjo është hyrja. Hej. Kjo po kapin e kokën. Jemi duke eksploruar resortin, i cili është në përtime sipër, dhe këtë që të bëjmë derisa të na fusin në dhomën tonë, që jam shumë kurioze për ta parë. Të çuditshme këto. Wow. Ka trempak. Sa po ndrova, dhe tani do ju bëj një tur të dhomës. Është pjesa e banjës, unë kam vendosur already gjërat e mia që më duan për sonte dhe nesër për mëngjes. This is me, jam ndruar. Kjo është këmisha që e kurosë sot në mëngjes dhe shiko si përfundoj. Paketuar. Okej, këtu kemi një banjë të vogël. Kjo është doma. Krevate. Pjesa më e bukur është kjo, pamja. This is the pool. Kjo është outfiti i pishinës. Kjo pamja është ten-ten. Kremin e diellit. Më pëlqen shumë kjo gjëra që është pishinë të bashkë. Më pëlqen këtë, për shembull, imagjino që marrë dy këtë tonë. Shikoj sa bukur. Këtu mund të dalin dhe gjerpinj. Anyways. Kjo është jacuzzi. Nuk e di nëse do vind në ndezin, duke qenë se faktikisht pishina nuk është funksionale. Pamja është super. Doja që shumë gjërat ishin më të përdorshme, po. Unë kam një problem që nëse diçka sa do e vogël del jashtë asaj çfarë unë kam pritur, unë mërzitem shumë. Unë mërzinë e shpreh me shumë zemrim. Jo më larg se mbrëm po bëja një test online falas për të parë if I had anger issues. Nuk është se kisha nevojë për një test për të ditur që unë nuk jam shumë e mirë në menaxhimin e zemrimit. Fakt gjithmonë kam pasur vështirësi me të dhe këtë gjë e kanë vënë re njerëzit që kam afër, familja. Këtë gjë ma kanë vënë në duke, jo vetëm tani, por edhe kur kam qenë shumë e vogël, që inatosem shumë shpejt, gjindosem, edhe më bie shpejt. Po nuk do këtë njëjtë dhe kjo gjë me kalimin e viteve është bërë pak më intens tek unë. Problemi im është që në momentin që zemrohem, thjesht nuk di se si ta menaxhoj atë.
them fjalë që s'dua t'i them, pendohem, trupi im dëshiron që këtë natin ta shfryj diku, edhe shpeshherë mbyll syt dhe imagjinoj veten duke goditur një thes boksi. Ajo që jam jep kaq shumë kënaqësi kur imagjinoj, sepse nxjerr të gjithë mllefin dhe më duket sikur shkarkoj. Ose një gjë tjetër që imagjinoj është futem në një nga ato dhomat ku mund të thyesh gjëra, ku vendos atë helmetën dhe thjesht futesh dhe thyen çdo gjë, dhe kjo gjë më jep shumë çlirim. So yeah, kjo është diçka për cilën unë nuk jam as pak krenare dhe mund të them që është e meta ime më e madhe. Diçka që më ndihmon është shumë journaling. Kur jetoja vetëm e kisha shumë herë më të lehtë këtë gjë pasi ose shkruaja ose flisja me zë të lartë. Domethënë të gjithë dramat e trurit tim i thoja me zë të lartë edhe sikur shprehesha. Ndërsa kur jam e rrethuar me njerëz, nuk e di, e mbaj të gjithën brenda. Dhe me shkrimin nuk është se jam aq konsistente sa do doja të isha. Mos e shumë të shkruaj kur jam e mërzitur, kur diçka e keqe ndodh, ose thjesht dua të shfryhem. Do doja shumë që të rikthehesha sërish në atë zakonin tim për të shkruar thjesht për qenë më mindful, për shkruar edhe gjëra të bukura, që thjesht mund t'i rikthesh një ditë dhe t'i lexosh dhe ta dish se si e ndjer në një moment të caktuar. Por për mua, për momentin, journaling është vetëm një mënyrë se si unë të shpreh mendimet e mia pa u ndjerë e gjykuar. So yeah. Tani do shkoj të shoh nëse jacuzzi është gati dhe shpresoj shumë s'ju kenë dhënë këtë idenë që jam person agresiv, because I think I'm not. Nuk jam. Thjesht doja të isha e sinqert dhe të thoja që sa do mirë duket dikush nëse në mendjen e tij ndodhen gjëra, it's not good. Oh my god. Okay, e shijova, po që ishte super shumë ftohtë. Tani do bëjmë gati për datën. Kjo është outfiti që kam zgjedhur. Është një kostum me krishë dhe me tuta. Lukroja ime ka pasur disa probleme së fundmi. Nuk ka dalë disa puçra, që supozohet janë hormonale dhe shkaktojnë nga stresi. Dhe mua stresin zakonisht më shkaktojnë gjëra të vogla, si për shembull një qese në backgroundin tim. Ja, kaq e prishtja mua. Për ka fundit që të skuqemi sa më shumë, është ky blushi tjetër, ose bronzer, whatever. Regjimi i kësaj dhomës nuk është shumë i mirë, dhe kam shumë frikë që kur dal në dritë të hapur,
Do shoh që kam bërë një para të ditësh, ca makarona. Just be Italian. Yoga in town here. Really? It's just a little something I picked up watching. Mirëmëngjes. Do të çdo ditë të zgjohesh me këtë pamje. E shumë se si është moti sot. Është goxha ftohtë. Çfarë shqetësie. Excuse me. Hajde për një shqytje. Do që çdo mëngjes ta nisja kështu. E dëgjoj të serimat. Wow. Guys. Sa e bukur duket.